Një person humbi jetën mbrëmjes së dielës pas një sherrri banal në zonën e Zogut të Zi në kryeqytet. Dy të rinj pasagjerë në fugonin e linjës Tiranë-Durrës kanë vrarë me thikë në debate si për Fatorinën. Sipas të dhënave të policisë, 4 persona kanë hipur në fugon në afërsi të stacionit të trenit, ndërsa kur janë afruar drejt Zogut të Zi kanë kërkuar të zbresin. Në këtë moment, Fatorina ka kërkuar një pagesë prej 1500 lekësh të vjetra për person çka pasagjerët në fjalë nuk e kanë pranuar. Fatorina, 17 vjeçari Ulan Çuni, ka insistuar për pagesën pasi fugoni nuk mund të shkonte bosh drejt Durrësit. Pasi e kanë kundërshtuar me fjalë, pasagjerët e kanë rrahur Fatorinën dhe njëri prej tyre, rreth 25 vjeç, që ka goditur disa herë me thikë në bark, duke shkaktuar plagë të rënda. Ka qenë shoferi i furgonit, i cili pasi është bërë dëshmitar i ngjarjes së rënd, ka marrë të riun e plagosur dhe e ka transportuar atë drejt Spitalit Ushtarak të Tiranës. Nga bluzat e bardha mësohet se Fatorinën nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra nga plagosja me thikë e për këtë arsye ka ndërruar jetë. Policia tha se ka identifikuar autorët e krimit dhe se është vënë në ndjekje të tyre për të kryer arrestimin.